Të nderuar teleshikues, përshëndetje. Unë jam Roland Qafoku dhe ky është emisioni Dekalog. Lajmi i ditës, në fakt i disa ditëve të fundit, është që zëvendës kryeministria Belinda Balluku është thirrur në SPAK për një çështje penale që ende nuk dihet dhe nuk ka një njoftim zyrtar. Por sot ne nuk kemi një konfirmim zyrtar të strukturës posaçme antikorrupsion SPAK për këtë ngjarje dhe në fakt atë që pritej pra zonja Balluku të paraqitej me një fletëthirrje në këtë prokurori, sot zonja Balluku ka njoftuar që paktën informacionet janë që ajo është një vizitë jashtë Shqipërisë, një vizitë pune në Bullgari. Tashmë është një lajm që diskutohet jo vetëm në rrethet gazetareske, por më gjerë dhe politike. Sot në parlament është diskutuar dhe debatuar edhe për dy raporte shumë të rëndësishëm, ai i prokurorit përgjithshëm Olsian Çela dhe i drejtuesit të SPAK zotit Altin Dumani. Megjithatë, fokusi kryesor, lajmi kryesor është pikërisht ky raport ose statusi juridik tashmë i zonjës Balluku. Për diskutuar për këtë, por edhe për çështje të tjera që lidhen me drejtsinë dhe politikën, unë kam ftuar dy miq të emisionit tim dhe miq të mi, Basil Çollaku, të prezantoj vetëm gazetar Basir dhe analist se kandidat deputet iku mbaroi ajo. Faleminderit. Faleminderit për ftesën. Andi Shkira, mik tashmë i përhershëm dhe analist i emisioneve. Andi, faleminderit që pranove ftesën. Faleminderit Landi. Pyetja si fillim, Basir, se ti ke qenë nga më aktivët në faqen tënde në Facebook. Çfarë po ndodh me Belinda Balluku? Çfarë statusi është në këtë moment? Sepse opinioni për vërtet nuk është shumë i qartë dhe nuk kemi një qëndrim zyrtar ose një njoftim zyrtar. Sigurisht, kjo ndroja, le të themi, apo hermetizmi i strukturës së posaçme për çështje të kësaj rëndësie publike por dhe juridike kalon një transparencë të mjerkullt në këtë situatë. Ajo çka nuk mohohet tashmë nga askush është fakti që zonja Balluku, pra zëvendës kryeministra, zëvendësja e Ramës, është thirrur nga struktura e posaçme, jo si person ndjeni, po si person në hetim. Pse s'kemi një njoftim edhe për këtë? Besoj se struktura e posaçme do ta bëjë njoftimin pasi zonja Balluku të paraqitet pranë oficerëve të BKH-s dhe prokurorëve për të njohur me pretendimet e palës akuzuese. Atëherë në këtë periudhë mendoj se do kemi edhe një njoftim zyrtar të strukturës së posaçme. Ajo çfarë ka dalë nga kolegët tanë mediatikisht dhe nga burimet, le të themi, informale që në fakt janë nga struktura, nga institucionet e drejtësisë, ka të bëjë me më ngjau pak a shumë si ato rrobat e garderoba e veliejt apo darkat drekat e beqet si fillesë. Megjithëse kështu ka nisur shumë nga çështjet e mëdha. Ato do shkosh aty brenda dhe do njihesh me magazinën që struktura e posaçme ka për të dyshuarin, të akuzuarin dhe më vonë të pandehurin. Jam tërësisht i bindur që brenda pak ditëve do merret e pandehur nga struktura e posaçme, nuk duhet vetëm kjo çështje. Kjo është vetëm maja e icebergut e asaj që është dhënë publikut për të njohur, për të ditur se deri ku do shkojë. Apo informacionet tuaja të tilla? Nuk e kam tërësisht, nuk e kam hamendësim, as deduksion, as një opinion rreth kësaj çështje, por dhe shoqëruar me informacionet që un kam, me dhënat që di rreth këtyre zhvillimeve, do thoya që ka 3-4 javë që kisha, le të themi, indicje dhe informacion nga burimet mia që do shkohet kishe përpara dhe nga ajo që më shton pak nga miqtë mi që konsultoj informacionet